Mos i hidhni lëkurat e patates, do të befasoheni kur të mësoni se cilat probleme trajton. Patatja është ndër perimet më të pasura me vlera ushqyese, kjo perime fantastike, e cila përgatitet në qindra receta gatimi krahas shijes së saj, ka shumë vlera shëndetësore për organizmin. Por vlerat më të mëdha mirëbërëse për organizmin ka lëkura e patates, e cila gabimisht përfundon në koshin e plerave. Ky lëng rekomandohet për personat që vuajnë nga probleme të ndryshme. Gjithashtu, lëngu i lëkurave të patates përgatitet krejt lehtë. Mjafton të vendosni lëkurat e disa patateve mesatare në 1.5 litër ujë në një tenxhere dhe të lini të ziejnë për 20 minuta. Këtë lëng mund ta përdorni gjithashtu edhe për të larë flokët tuaj, edhe për të rikthyer gjithashtu ngjyrën e munguar. Për flokët e errët, kjo mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për t'i rikthyer asaj butësinë e munguar dhe gjithashtu për t'i bërë flokët më të butë dhe gjithashtu për të larguar edhe problemet e zbokthit, citojnë ekspertët.